Një nga momentet më kulminante të prajmit të së hënës në Big Brother Kosova VIP 4 ishte pikërisht përballja e Edit me Dolcen. Gjithçka nisi me dokumentimin e asaj çfarë Dolce kishte thënë në shtëpinë e Grande Fratelës ku qëndroi një javë e pas rikthimit të saj në shtëpinë e Big Brother Kosova VIP 4 u pa më e ftohtë dhe më e distancuar me Edin. Dolce në Itali u shpreh qartë se është single, një deklaratë që e përforcoi duke theksuar se me Edin nuk është në një lidhje, por vetëm një njohje. Nuk dua lidhje, nuk dua të rrim asnjë njeriu, shpreh ajo pa hezitim, duke lënë pak vend për interpretime. Historia sipas Dolces mbyllet me një fjali të vetme, finito. Nga ana tjetër, Edi nuk e fsheu qëndrimin e tij. Ai shpreh se i ka pëlqyer Dolce dhe nuk mund të qëndrojë me të vetëm si shoqe, duke qenë i prerë në deklaratën e tij. Nuk mund t'i shkoj dikujt pas, një reagim që duket vendos distancën mes tyre. Edhe pse në rrjetet sociale komentet më së shumti janë që është një skenar për të ngritur të dy personazhet, të cilët janë të fjetur gjatë ditëve të qëndrimit në shtëpinë e Big Brotherit.